Nuk kanë kaluar shumë ditë nga ndezja e dritave të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Dhe Big Brother VIP Albania 5 ka shënuar eskalimet e para të forta. Duket se muaji i mjaltit mes banorëve ka përfunduar në kohë rekord. Iliri, i cili që nga hyrja e tij të shtunën u prezantua me nota humori dhe sportiviteti, duket se i ka dhënë fund kësaj epoke paqësore. Pas ditën e sotme, ai është përfshirë në një debat të ashpër që agravoi me shpejtësi në ambientet e sallonit. Shënjestra e këtij shpërthimi ishte Eugjini, banori që ju bashkua formatit vetëm mbrëmjen e djeshme, gjatë spektaklit të dytë prajm të këtij sezoni. Situata është tensionuar aq shumë sa që debati verbal rrezikoi të kthehej në sulm fizik. Është dashur ndërhyrja e menjëhershme dhe fizike e banorëve të tjerë, të cilët kanë bllokuar Ilirin duke mbajtur atë, për të mos lejuar afrimin e tij me Eugjinin. Kjo thyerje e qetësisë dhe tentativa për konfrontim fizik pritet të jetë temë diskutimi, ndërsa publiku pret reagimin e vëllait të madh mbi thyerjen e mundshme të rregullave thelbësore të lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.